parlamentarës dhe me pas të kërkohet të formohet një komision, kjo s'po ndodh, do më thonë kemi cungim tash edhe të agjendës së fillimit dhe ne për shkak të shkeljeve ligjore si aleancë bashkë me deputetët të tjerë të Lidhjes Demokratike po dhe të Partisë Demokratike për shkak të ndryshimit në mes të zgjedhjeve të formës së votimit nga votimi i hapur në votim të fshehur, ne kemi mbledhur në nënshkrimet, do t'i adresohem gjykatës kushtetuese për këtë shkelje ligjore dhe për këtë shkelje kushtetuese dhe të hanën ne do e dorëzojmë në gjykatën kushtetuese këtë shkelje që po bëhet, sepse edhe pse e kanë shumicën, nuk bën të luhet me kuvendin e Kosovës, me tempullin e demokracisë në këtë formë, të luhet edhe me gazetarët, po edhe me qytetarët e Kosovës, e kanë obligim të sigurojnë 61 vota për kalimin e kryeparlamentarës dhe me pas kalojmë në procedurat të tjera të zgjedhjes së nënkryetarëve të kuvendit, të konstituohet në plotni kuvendi dhe me pas të shkohet në zgjedhjen e qeverisë që i takon partisë, por edhe të kalojmë në afatet kushtetuese. Kjo s'po ndodh, ne veç i kemi siguruar në nënshkrimin të hanën për këtë shkelje ligjore dhe kushtetuese kalimi nga votimi i hapur në votim të fshehtë në mes të votimeve, konsiderojmë që është shkelje ligjore, është shkelje kushtetuese dhe do t'i adresohem gjykatës kushtetuese për këtë shkelje. Momentalisht i kemi edhe në nënshkrimet e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, me qenë se është vikend sot ditë pune nuk mund dhe me procedu sot, kemi të diellën seancë, do të mbledhim edhe në nënshkrimet e deputetëve tjerë qoftë edhe të komuniteteve dhe të Partisë Demokratike të Kosovës edhe do të vazhdojmë të procedojmë me tutje. Nuk ka të drejtë askush, edhe pse është parti fituese, nuk ka të drejtë të ndryshojë rregullat e lojës, ligji është ligj, kushtetuesa është kushtetues, askush nuk është mbi ligjin, askush nuk është mbi kushtetuesen. Drejtën po me propozu dhe me zgjedh, po ne nuk kemi obligim me zgjedh dhe me votu kandidatën e lëvizjes vetëvendosje. Nuk thotë që ne duhet të votojmë, duhet votat për kalim të kryetarës së kuvendit t'i siguroj lëvizja vetëvendosje dhe parti tjerë. Dhe t'i gjenë, ata duhet bojnë përpjekje që t'i sigurojnë 61 vota për kalimin e kryeparlamentarës që propozuan nga lëvizja vetëvendosje. Ne, zakonisht për adresimin nevojitën dhe në nënshkrime, ne veç i kemi dhe në nënshkrime, thash sot ishte seancë e shkurt, ne mundem me zgjeru listën edhe me nënshkrime ma shumë, s'ka rëndësi, po me gjithat dhe në nënshkrime i kemi. Zona Kadria, ku e bazoni, ku është lënda cilën keni me dërzohin kushtetuese? Ne kemi lëndën e të ndryshimit, a e merrni rendin e ditës apo çfarë? Po, e kemi rendin e ditës, i kemi marrë të gjitha transkriptet të seancave plenore, e kemi bërë kërkesën, i kemi kërkesjen, jemi bazuar në ligje, është përpiluar kërkesa dhe kjo do të adresohet. Ne nuk mundem të adresohem gjykatës kushtetuese veç me dhe në nënshkrime pa pas një kërkesë, pa pas një lëndë. Është hartuar nga ekspert të kushtetutës dhe kjo do të adresohet dhe do të dërgohet në gjykatën kushtetuese të Hanën. Nëse përket një ftesë eventuale të presidencës, e cila u shpreh hapur presidenti në fakt për një takim mes partive më të parlamentare, ç'është qëndrimi i AFS në raport me këtë? Ne do i përgjigjem sepse edhe neve nuk jemi të kënaqur me situatën që po ndodh, me këtë maraton që po ndodh në kuvendin e Kosovës. Besoj çdo konsult është e mirësor, të shohim si do të përgjigjen edhe partit tjera, besoj që edhe ne